Kështu që siç ndodh në këto raste dhe siç ka ndodhur edhe kur kanë dalë dokumenta të tjera të zotit Epstein, po, ka pasur aludime dhe komente të shumta në këtë drejtim. Më duket mua, apo e kam unë përshtypjen e gabuar që më shumë dikim që kur kanë filluar të publikohen këto dokumenta dhe reakcion ka patur në Europë dhe në vendet të caktuara se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përmend Norvegjin, Britaninë, siç e ndoqëm në materialin pak më parë me reagimin e kryeministrit Starmer, apo edhe me më të fundit atë që ka ndodhur në Poloni me deklaratat e kryeministrit Tusk, i cili akuzon Rusin pas publikimit të dosjeve Epstein dhe thot se 9.000 faqe prej tyre janë të lidhura me Moskën, me Rusin, aludon edhe për rolin e spionazhit rus në gjithë të inskenim sipas kryeministrit polak. Pa në fillim miq dua të theksoj që pavarësisht se çfarë kanë nxjerrë këto dokumenta për lidhje në Shtetet e Bashkuara apo në Evropë, një gjë shumë e qartë që këtu ka lidhje elitash në të gjitha nivelet, si në Shtetet e Bashkuara si në Evropë. Epstein ishte një njeri pasur dhe me shumë lidhje. Kështu që përveç krimeve që janë të shëmtuara, përveç neveritjes që shkaktojnë ato lidhjet me vajza ose abuzimet me vajza të vogla ose të veprimeve të tyre, kemi dhe lidhje të tjera që kanë të bëjnë me përfitimet nga kontaktet e tij, me ndikimin e tij. Kështu që nuk ka ngjyra politike, si thua, majtas ose djathtas apo në Amerikë apo në Evropë, meqense është prekur një gamë kaq e madhe njerëzish, si në të dy anët e kontinentit, të oqeanit, si thuash. Ajo që thoni ju, ndoshta është e vërtetë, kanë marrë më me shqetësim në Evropë, po sigurisht kjo varet edhe nga ajo që kanë dalë në këto dokumentat Evropës. Anglia natyrisht është një pozitë shumë të vështirë, sepse edhe ish-princi Andrew, dokumentat që kanë dalë për këtë janë shumë inkriminuese, prandaj edhe është ish-princ tani. Dhe ish ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara, siç e tha dhe ju zoti Starmer, ka shprehur keqardhjen për lidhjet e tij dhe për ato që ka bërë. Dhe së fundmi reagimet e zotit Tusk dhe ato jo pretendimet, po shqetësimet e tij se mund të ketë pasur të bëjë spionazhi rus në këto lidhje bashkëorganizator të operacioneve etj, pra shkoi më tej kryeministri polak. Po, është e vërtetë, dhe kjo ngjall shqetësime të tjera, tash do të shohim se çfarë ka dalë. Me sa di unë, Moska nuk është përgjigjur ende për një gjë të tillë dhe nuk ka ndonjë